Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. E bujshme ndahet pas 21 vitesh martesë Sonila Meço. Ja cila është arsyeja? E kemi parë në të gjitha pozicionet e mundshme në ekran, si spikere lajmesh, gazetare në emisione sportive, moderatore dhe disa prej programeve më të ndjekura në vend, gjithashtu edhe në radhët e paneleve politike. Por jeta private e gazetare Sonila Meço ka mbetur në kuadër të privates dhe është bërë publike për aq sa ka zgjedhur vetë ajo. Pak muaj më parë në media u diskutua se Meço i ka dhënë fund marrëdhënies së saj 21 vjeçare me Drinin, bashkëshortin e saj. Në një intervistë të 5 muajve më parë, gazetarja i ka mohuar këto zëra. Gjithsesi, sot ne biem sërish në gjurmët e dikurshme se çifti nuk i ka punë të mirë. Sonila Meço, e cila është padyshim një ndër më aktivet si koleget e saj në Instagram, ku reagon për çdo kauz, pa diskutim ndan edhe pjesë nga jeta private dhe në fakt ajo nuk e ndjek bashkëshortin e saj Drinin. Një tjetër detaj, në Instagramin e Sonilës numërohen 2052 postime, mes tyre një numër i madh me të bien Amaris, motrën e saj dhe të tjerë familjar, por postimi i saj i fundit me Drinin daton rreth 2 vite më parë në gusht të 2020-s. Dhe ditën e djeshme pas 2 vitesh Sonila e ka përfshirë Drinin në albumin e fotove ku uroi të bien për 11 vjetorin e lindjes, por sërish këto foto janë të viteve më parë dhe asnjëra prej tyre nuk është e freskët. Gjithsesi mbetemi në kuadër të hipotezave deri në një reagim të çiftit.